Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Salati dhe selami qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin, mbi familjen dhe shokët e tij, dhe më pas aleikum selam. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në mësimin ton të dashur, në leximin e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe fjalëve që transmetohen nga selefët, nga sahabët, tabiinët dhe kush i pason më të mira, që këto fjalë i ka mbledhur prisi besimtarëve në hadith Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Allahu e mëshiroft dhe e bëft për banorëve të xhenetit Firdaus, në librin e tij Al-Adab al-Mufrad, pra libër i kushtuar temës së edukatës. Dhe kemi lexuar 63 tema përpara dhe falenderojmë Allahun e madhëruar, jemi në temën e 64, ku thot Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, bab el-jar as-salih, tema komshiu i mirë. Aleikum selam ورحمة. Pra, do të thot vlera e komshiu të mirë dhe të dobishëm dhe mirësia e madhe që Allahu i ka dhënë një robi nëse komshiu i tij është i tillë. Pra duhet falënderuar Allahu i madhëruar nëse komshiu jot është i mirë. Dhe kjo është nga shkaqet e lumturisë së njeriut. Komshiu i mirë është nga shkaqet e lumturisë së njeriut. Ka sjell hadithin e 116 me zinxhirin e transmetimit nga Nafi ibn Abdul Harith radiallahu anhu, transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: min sa'adati al-mar'i al-muslim al-maskanu al-wasi' wal-jaru as-salih wal-markabu al-hani. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej lumturisë së burrit musliman është banesa e gjerë, komshiu i mirë dhe mjeti i rahatshëm. Dhe ka ardhur një hadith tjetër, në një transmetim tjetër, ka ardhur dhe një diçka e katërt që shtohet dhe thot gruaja e mirë. Pra, këto 4 gjëra ose 4 elemente janë nga shkaqet e lumturisë. Nëse njeriu e shikon veten që Allahu i madhëruar ja ka dhënë këto, atëherë duhet ta falenderoj Zotin, sepse këto janë nga mirësitë më të mëdha që njeriu i ka. E para e tyre është shtëpia e gjerë. Dhe kjo nënkupton një shtëpi e cila është e mjaftueshme për banorët ose për pjesëtarët e familjes. Secili ka dhomën e vet ose nuk janë të ngushtuar që të jetojnë shumë veta në një dhomë,
Dhe kjo përveç se shkakton edhe ngushtësi dhe mos rahati ke njeriu, po gjithashtu është e ditur që shkakton edhe dëme shëndetësore. Prandaj, nëse Allahu i madhruar të ka dhënë një shtëpi ku nuk ke ngushtësi në të, atëherë kjo është një nga shkaqet e lumturisë. Por kjo nuk do të thotë që njerëzit të garojnë në ndërtimin e shtëpiave gjithmonë më të mëdha, siç vihet re ke disa njerëz që i bëjnë shtëpia të mëdha me shumë kate dhe pak nga këto shfrytëzohen, ose ta themi ndryshe, ka dhoma të tepërta që megjithse janë të shtruara, nuk përdoren sa i zë pluri. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "El furushu thalatha, furushun lek, wa furushun li dhayfik, wa firashun lek, wa firashun li dhayfik, wa firashun li shejtan." Pra ato shtrojet, ato akomodimet që bën njeriu në shtëpinë e vet janë 3, në një transmetim tjetër janë 4. Një për ty, pra për burrin, një për gruan, një për mikun dhe një për shejtanin. Pra, nëse njeriu ka një shtëpi dhe përveç familjes lë dhe një vend për mikun, këtu nuk është gjuna. Ama të lësh më tepër se kaq, edhe ti lësh ato të rrinë në atë lloj forme, kjo nuk është diçka e mirë. Pra dhe është një shpenzim i kotë. Pra për çdo person që ka mundësi të ndërtoj, nuk duhet të egzagjeroj dhe nuk duhet të shpenzoj në mënyrë të kotë, por aq sa i mjafton ta ndërtoj, dhe shtëpia e gjerë, siç e tham, është nga shkaqet e lumturisë së personit. Pa le ta falenderoj Allahun e madhëruar, sepse ka njerëz që vuajnë dhe nuk kanë mundësi të jetojnë në të tilla banesa. E dyta është el-jar as-salih, që është edhe shkaku i ardhjes hadithit në këtë temë, komshiu i mirë. Pra ky është i mirë në veten e tij dhe gjithashtu rrezaton mirësi dhe këtë të tjerët. Kur e ke komshiun të tillë, je i sigurt dhe je i qetë dhe je në rahati. Dhe nga komshiu i mirë përfiton ti dhe përfitojnë fëmijët e tu, dhe është për tu vënë re që edhe njerëzit që janë gjunafqar, kur i thuhet atij këtë do për komshi, do filanin që mund të jetë si vetja e tij, apo do filanin që është njeriu mirë, ai do të zgjedhë njeriu në mirë. Pra e di që për komshi duhet njeriu i sigurt, pashka se ai vetë mund të jetë gjunafqar dhe bën gjëra të mëdha, por ama kur ka mundësi të zgjedh atë të mirin. Prandaj kjo është një nga mirësitë e mëdha, sidomos kur ti ke vendosur të jetosh gjatë në një vend të caktuar, pra ke zgjedhur këtë vend, ke ndërtuar këtë shtëpi, ke hedhur pasuri për ta ndërtuar dhe nuk do që ky shpenzim të iki dëm duke e shitur me çmim më të lirë apo duke u larguar me shkakun se komshiu jot është i keq dhe mundet të nxjë jetën, si i thon njerëzit. E treta është el-markabul hani, që është mjeti i rehatshëm, dhe mjeti i rehatshëm është nga mirësitë e Allahut,
pasi ky të ndihmon në adhurime dhe më përpara ka qenë mirësia e Allahut e madhe ke njerëzit kur u ka dhënë atyre si mjete kafshët që janë kuajt, janë devet, janë mushkat dhe këto kanë qenë mirësi dhe njerëzit lëviznin me to në mënyrë më të lehtë se që mund të lëviznin në këmbë. Në kohën tonë mirësia është akoma më e madhe, pasi Allahu subhanahu wa taala na ka lehtësuar mjete më të rehatshme dhe më komode dhe me mjetet e mëparshme që ishin kafshët, kalonin njerëzit në përstuhi, kalonin në të ftohtë, kalonin në diellin përvlues, kurse ne sot jemi në një dhomë të mbyllur që nuk na kap era, nuk na kap dielli e shiu, dhe mundet dikush prej nesh të ketë edhe një gotë ujë përpara të ftohtë, dhe mundet që të kalojë stuhia dhe dikush mund të jetë në gjumë në makinë për shembull ose në mjetin e vet. Prandaj kjo është një mirësi që ne duhet ta kujtojmë. Nuk duhet i harrojmë. Më përpara kur vinte stuhia e ndante karvanin një pjesë në një cep dhe një pjesë në një cep dhe mundet që gjatë udhëtimit njerëzit edhe të vdisnin. Por sot Allahu Azza wa Jall, Allahu i madhruar, na i ka lehtësuar me mjetet e reja që na ka sjell për na ka kriju Zoti i Madh dhe është bërë shkak janë bërë shkak që neve t'i kemi dhe t'i përdorim. Dhe e katërta, që nuk është në hadithin tonë, por në hadithin që e përmendëm, që është gruaja e mirë, edhe këtë e dini shumë mirë se çfarë rëndësie ka, dhe ajo është gruaja e mirë në veten e saj, është gruaja e mirë në adhurimet që bën ndaj Zotit, është gruaja e mirë me moralet dhe sjelljen e saj dhe në kujdesin e pasurisë së burrit të saj, e tjera. Nëse e ke një grua të tillë, atëherë falendero Allahun e madhëruar, sepse këto janë nga shkaqet e lumturisë. Shumë njerëz sot bëjnë propagandë shumë të fortë që njerëzit të mos martohen, të rinë beqar, me arsyetimin që mund të qelloj gruaja e keqe dhe ta prishi jetën e tjerë më radhë, edhe këto janë nga propaganda e shejtanit dhe mundohet t'i largojë njerëzit nga kjo mirësi e madhe që është mirësia e gruas së mirë. Prandaj detyrë është për ne që të rregullojmë vetet tona, të rregullojmë gratë tona, të këshillojmë njerëzit këdo mundemi, në mënyrë që shoqëria të përmirësohet, sepse njeriu ndikohet, shoqëria ka ndikim në gjendjen e tij vetjake. Nëse shoqëria prishet dhe shkatërrohet, atëherë do të ndikojë edhe ke ty. Prandaj nuk duhet të mendojmë individualisht, por duhet të mendojmë në mënyrë më të gjerë dhe të përpiqemi që t'i largohemi zemrimit të Allahut të madhëruar, sepse shariati i jep rëndësi lumturisë së njeriut dhe kjo bëhet duke përsosur adhurimin ndaj Zotit dhe duke ju larguar zemrimit të tij. Tema tjetër që vijon, thot Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, el jar su, komshiu i keq. Dhe për komshiun e keq kërkohet mbrojtje dhe strehim ke Zoti i madhëruar, sepse nuk je i sigurt
Dhe është e kotë që t'ju flas gjatë në këtë, pasi këtë e dini të gjithë, se çfarë rreziku ka komshiu i keq, të dëmton ty dhe familjen tënde, dhe ti vazhdimisht je në siklet, nuk je rahat, prandaj duhet t'i kërkojmë mbrojtje dhe strehim tek Zoti, siç ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbrojtje ke Allahu nga komshiu i keq. Dhe ka sjell hadithin 117, i cili transmetohet nga Abu Huraira radiallahu anhu, i cili ka thënë: kana min duai nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min jari su fi dari al-maqam, fa inna jara ad-dunya yatahawwal. Thotë Abu Huraira radiallahu anhu, ka qenë nga lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: o Allah, unë kërkoj strehim tek ty nga komshiu i keq në vendin ku banoj, pra në banesën time, aty ku banoj për herë, sepse komshiu i dynjas ndryshon. Pra, kuptimi i kësaj fjale është që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kërkonte strehim dhe mbrojtje ke Zoti për shkak të dëmit të madh që shkakton komshiu i keq. Dhe thot në vendin ku banoj, sepse dëmi që shkaktohet në banesën tate të përhershme është shumë herë më i madh se dëmi që mund shkaktohet për shembull kur ti je udhëtar, e ke komshi në dhomën e hotelit. Mund të dëmtoj një ditë ose dy, pastaj do largohet. Mund të e ke komshi gjatë rrugës, sepse sot s'para lëviz njeri në për zona siç lëvizin më parë me karvane. Po nëse do flasim për atë kohë, nëse do ta kesh komshi në rrugën tënde kur je në fushë ose në lugin, ose atëherë do të dëmtoj me një dëmtim të pakët, po dëmtimi më i madh është kur komshiu është në banesën tënde ku ti jeton në mënyrë afatgjatë. Prandaj dëmi i njeriu të tillë është i madh dhe kërkoj mbrojtje tek Allahu të na ruaj nga këto njerëz. Dhe gjithashtu përfitojmë nga rrezikshmëria që t'i bëjmë keq komshiut. Mos jemi ne komshiu i keq, por të jemi nga ata që shpëtojnë nga kjo cilësi jashtëzakonisht e poshtër. Ky hadith ka ardhur tek disa libra me të njëjtin transmetim, por jo me fjalën xharud dunya, por me kuptimin xharul badie, pra komshiu i tokës së shkretë ose tokës ku njeriu udhtonte. Pra këtu kuptohet më mirë që bëhet fjalë për komshiun e përkohshëm i cili mund ta kesh në udhtimin tënd. Dhe në një transmetim tjetër, në një sahab tjetër, xhar el musafir, pra komshiu kur ti je musafir, pra është kuptimi i përafërt. Hadithi i 118 ka ardhur nga Ebu Musa el-Ash'ari radiallahu anhu, i cili ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: la taqumu as-sa'a hatta yaqtulu ar-rajul jarahu wa akhahu wa abahu. Thotë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk do të bëhet kiameti
gjersa personi të mos vras komshiun e tij, vllajën e tij dhe babain e tij. Këto janë nga shenjat e vogla të kiametit. Dhe ne kërkojmë strehim ke Allahu se të gjitha këto në kohën tonë janë shfaqur, kanë ndodhur dhe po ndodhin. Lidhja dhe bashkangjitja e fjalës së dërguimit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, komshiun e tij, vllajën dhe babain, tregon për afërsinë që ka komshiu, për rëndësinë që ka ashtu siç ka vllai dhe babai. Pra një njeri i cili e bën këtë vepër të shëmtuar me babain dhe me vllajën dhe me komshiun, kjo tregon që këto janë nga veprat më të mëdha. Dhe ne sot, për të ardhur keq, po dëgjojmë gati për ditë lajme të tilla. Kjo tregon që po përmbushen gati të gjitha shenjat e kiametit dhe nuk presim tjetër vetëm se shenjat e mëdha. Prandaj t'i kërkojmë mbrojtje Zotit, t'i kërkojmë ndihmë Allahut të na japi sukses që të pendohemi dhe të kthehemi në mënyrë që të mos na kapi vdekja, vetëm se musliman të mirë në rrugën e drejtë dhe jo në rrugë të shtrëmbër. Pra, kiameti do të ndodh kur të ndodhin prishje të mëdha dhe shkatrime të mëdha. Dhe njerëzit në një pjesë të madhe do të jenë të ligjë derisa të arrijë që të ndodhin vrasje tek brenda familjes ose brenda komshive. Tema e fundit për sot është tema ku thot Imam Buhariu, bab la yu'dhi jarahu, tema të mos dëmtoj, të mos cënoj njeriu komshiun e tij. Hadithi 119 thot Ebu Yahya Maula Gjade ibn Hubeira ka thënë, kam dëgjuar Ebu Hurerën radiallahu anhu që të thot, qile li nebiji sallallahu alaihi wasallam, i është thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, o i dërguari i Allahut, inna fulana taqumu al-layl wa tasumu an-nahar wa taf'al wa tatasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. I është thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, filanja fal namaz natë, çohet natën dhe fal namaz, agjeron ditën, vepron këtë dhe këtë dhe jep sadaka, por cënon komshit e saj me gjuhën e saj. Thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk ka hajër në të, ajo është për banorëve të zjarrit. Dhe thonë pra, dhe filania, fal namazet farz që i ka obligim, dhe jep sadaka me pjesë nga ajo është një lloj ushqimi quhet akit, është hynke nën produktet e qumshit, mund të jetë si tip djathi i fortë.
I jep sadaka, gjëra të vogla. Wala tu'dhi ahadan, dhe nuk cënon askënd, nuk lëndon askënd. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo është për banorëve të xhenetit. Ky hadith madhështor është shumë i rëndësishëm dhe në kjo temë, pra këto tema që jemi duke folur, janë tema plotësuese të atyre temave që kanë paraprirë më para në lidhje me të drejtat e komshiut dhe detyrimet që kemi ne kundrejt tyre. E drejta e komshiut është mirësia dhe bamirësia ndaj tij dhe mos dëmtimi dhe mos bërja keq ndaj tij. Dhe bamirësia dhe komshiut hyn ke veprat e mira, ke veprat e mëdha, dhe e kundërta hyn ke veprat e këqija dhe gjunahet e mëdha. Dhe kjo temë është kërcënim për atë që dëmton komshiun dhe dënimi që e pret personin e tillë nëse nuk pendohet dhe nuk kthehet ke Zoti, për atë person që cënon komshiun e vet. Dhe ju kujtoj hadithin që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vazhdonte Xhibrili të më porosiste për komshiun, derisa mendova që do ta trashëgoj atë. Hadithi e Abu Hurairës, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i është thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam filania. Pra nuk është përmendur emri. Kjo është për të ruajtur atë, sepse e rëndësishme nuk është emri, e rëndësishme është gjykimi i kësaj pune. Çfarë gjykimi ka një person i tillë i cili fal namaz nafile, agjeron agjerim nafile, pra normalisht që ky e ka falur farzin, por bën edhe këtë lloj vepra të mira që janë namazi i natës, agjerimi i ditëve nafile, sadakaja e vazhdueshme. Me gjithë këto punë që bën edhe një punë tjetër që është lëndimi apo cënimi i komshive me gjuhë. Sikur kjo tjetë edhe me dorë, edhe me vepra, është akoma më e madhe, po vetëm me gjuhë. Kërcënimi vjen me zjarrin e xhenemit, që tregon që kjo veprim hyn ke gjunahet e mëdha dhe nuk shlyhet nga namazi dhe nga agjerimi, siç ka ardhur ke hadithi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'a ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibat al-kaba'ir. 5 namazet dhe xhumaja deri në xhuma dhe Ramazani deri në Ramazan janë fshirëse për ato që i ka mes tyre nëse i largohesh gjunaheve të mëdha. Pra, duke qenë fakti që ky gjunah i kësaj nuk u fshi nga këto, tregon që nuk mjafton të bësh këto vepra, por duhet të pendohesh sinqerisht ke Allahu në mënyrë që të fshihet këto lloj gjunahesh. Dhe këtu përmendet një grua e cila ka bërë vepra të mira, po si do jetë vallë situata e njeriu që nuk ka bërë, një njeriu që nuk ka vepra siç pas ka bërë kjo, namaz nate dhe agjerim dite dhe sadaka e tjera,
Kjo tregon për rrezikshmërinë e kësaj pune. Njeriu duhet të zbatoj obligimet. Nuk duhet të shkeli kufit e Allahut. Dhe kur i hyn hak njerëzve, është e vështirë. Prandaj ato njerëz të cilët e shohin veten e tyre me një gjunah të tillë që i marrin njerëzit në përgojë, sidomos komshit, dhe fusin sherr mes tyre dhe i përgojojnë dhe i shajnë dhe tjerë, duhet të heqin dorë sa së vonë dhe të pendohen ke Zoti, sepse Allahu është pranues i pendimit dhe mëkatfalës. Dhe gruaja tjetër që i thuhet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam filane, pra pa emër, ajo kryente namazet e obligueshme, pra bënte obligimet e veta, por nuk njihej si një person që falej shumë, agjeronte shumë dhe jepte sadaka shumë. Pa ma kufit e Zotit ajo nuk i shkelte. Wala tu'dhi ahadan, nuk cënonte askënd. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, dhe kjo është një përgëzim i madh, hiya min ahli al-janna. Ajo është për banorëve të xhenetit. Prandaj që duhet të ruajmë kufit e Allahut. Nuk duhet i shkelim ato. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëhet garant në qoftë se njerëzit i ruajnë disa element, disa gjëra, siç është në këtë rast kjo gruaja që e ruan gjuhën e vet, e ruan dorën e vet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëhet garant kush i ruan 6 gjëra, bëhet garant që ai person të hyjë në xhenet. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idmanu li min anfusikum sittan admanu lakumul janna. Më garantoni ju 6 gjëra nga vetja juaj dhe unë ju garantoj juve xhenetin. Usduqu idha haddathtum. Kur të flisni të vërtetën, pra ruani gjuhën. Mos folni gjëra që nuk janë të vërteta, po gjithmonë të jeni të çiltër dhe të saktë me gjuhën tuaj. Aufu idha wa'adtum, plotsoni atë që keni premtuar. Wa'addu idha tumintum, jepni atë që është dhënë në amanet. Wa ghaddu absarakum, ulni shikimet tuaja, pra më ruajini syt, mos shikoni në haram. Wahfadhu furujakum, ruani nderin tuaj, pra organet e njeriut, ruajini ato, mos shkoni në haram dhe në imoralitet. Wa kaffu aydiyakum, dhe ndaloni duart e juaja. Mos shkojnë duart e juaja që të cënojnë dikë apo të bëni agresion ndaj dikujt. Nëse ju i ruani këto të 6, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju garanton dhe na garanton xhenetin. Prandaj edhe kjo grua, megjithse nuk kishte shumë nafile, por ruante kufit e Allahut, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, ajo është prej banorëve të xhenetit. Dhe shembulli i këtij hadithi na kujton me hadithin e personit i cili është i falimentuar. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për nga Abu Huraira, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atadruna mal muflis, a dini ju cili është i falimentuari? Than,
El muflis fina men la dirham lehu wala mata. Tek ne I falimentuari është ai I cili nuk ka dirhem dhe nuk ka plaçk. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Innal muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. I falimentuar prej umetit tim është ai I cili vjen në ditën e Kiametit me namaz, me agjerim, me zakat. Wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Dhe vjen dhe ka sharë këtë, ka akuzuar për ndeshmëri këtë, ka ngrënë pasurinë e këtij, ka derdhur gjakun e këtij, ka rrahur këtë. Feyu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, I jep këtij nga të mirat e veta dhe I jep këtij nga të mirat e veta. Fa in faniyat, në momentin që ato mbarojnë, I mbarojnë sevapet këtij personi, qabla an yuqda ma alayhi, para se të mbaroj gjykimi me këtë, pra ditën e gjykimit, para se të mbaroj gjykimi këtij I plot I mbarojnë, ukhidha min khatayahum faturihat alayhi, merren nga gjunahet e këtyre personave që ky I ka bërë padrejtësi dhe I hidhen atij, I mvishen atij. Thumma turiha fi nar, pastaj hidhet në zjarr. Hadithi është ke Muslimi. Pra, ky njeri është me të vërtet njeriu I falimentuar. Të mos bëhemi të tillë, ta ruajmë veten tonë përpara se të na vijë vdekja, megjithse ne mund të kujtojmë se kemi falur shumë namaz, apo kemi agjëruar shumë, apo kemi dhënë sadaka këtij e atij, por nëse nuk I ruajmë kufitë e Zotit dhe nuk zbatojmë ata hadithin që ne I përmendëm, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush më garanton këto 6 gjëra, atëherë mundet që të bëhemi nga të falimentuarit. Allahu na ruajt, sepse sa jemi gjallë, duhet të falenderojmë Zotin që kemi mundësi të bëjmë kthes për mirë. Dhe nuk duhet të bëhemi pesimist dhe të themi që neve nuk na fal Zoti, por duhet të jemi optimist, të mbështetemi Allahut, të bëjmë kthes dhe të lutemi Zotit që të na japi sukses dhe na bëj prej banorëve të xhenetit. Hadithi I fundit I shkurtër 121 për këtë mësim nga Abu Huraira radiallahu anhu, nga dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, thot: La yadkhulul janna man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nuk hyn në xhenet ai I cili komshiu I tij nuk është I sigurt prej telasheve të tij. Pra nëse komshiu jot nuk është I sigurt me ty, ti mund t'i shkaktosh telashe, mund t'i shkaktosh goditje të befasishme, të këqija, pra mund ta sulmosh në kohë her pas herësh me komshiun me lloj-lloj shkaqesh. Atëherë ky person është I kërcënuar që nuk hyn në xhenet. Normalisht që ky është hadith prej haditheve friksuese që njerëzit duhet ta dëgjojnë dhe të largohen më njëherë nga kjo vepër e vështirë dhe e rëndë. Dhe këtu kuptimi është në 2 lloje. Nuk hyn në xhenet asnjëherë ai person I cili e konsideron halal t'i shkaktoj dëme komshiut të tij, masi e di që kjo është haram. Pra e bën halal haram. Por nëse e di që kjo vepër është e keqe,
dhe e pranon dhe e njeh si vepër të keqe dhe e bën atë, atëherë ky është në mëshirën e Zotit. Dhe kuptimi këtu është nuk hyn në xhenet me ata që hyn në fillim. Mundet që të dënohet dhe nuk hyn në xhenet me ata që hyn menjëherë në xhenet, por mund të kaloj në një pjesë të kohës në dënim, pastaj përfundimi i besimtarëve është në xhenet, edhe nëse kanë bërë gjunahe të mëdha, të cilat nëse do Allahu i fal, por nëse do i dënon dhe pastaj pasi pastrohen do të hyjnë në xhenet. Pra ky është hadith kërcënues, që do të thotë që duhet ta lëm menjëherë ti dëmet komshive, duhet jemi shembull dhe imani nuk është i plot nëse ti vepron një vepër të tillë. Me kaq sa tham dhe lexuam, besoj se mjafton si këshill për çdo njeri dhe secili e gjen veten e tij në këtë temë dhe nëse bëhemi shkak për në një person që ta braktisi veprën e keqe, atëherë falenderojmë Allahun e madhëruar dhe shpresojmë që Allahu të na japi sukses për vetet tona dhe për njerëzit e tjerë. Dhe gjithashtu nuk harrojmë të përmendim që jemi akoma në 10 ditëshin e muajit Dhulhixhe, që veprat e mira kanë vlerë të madhe ke Allahu i madhëruar dhe nesër është dita e Arafatit. E lutim Allahun e madhëruar që të na japi sukses dhe të na i pranoj veprat tona dhe të na bëj për atyre njerëzve që marrin dituri të dobishme dhe bëjnë vepra të mira dhe na bë për banorëve të xhenetit dhe na largoft nga zjarri i xhenemit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.